Dhe gjysë të vijves nuk mundin. Pensionisti para 4 vjete me pensionin e 90 eurove ka ble bukën 30 cent, tash e blen 60, po flitet bëhet 80, kjo është e papërballueshme. Do të thonë me rrymë çdo çmim rritës edhe prodhimi varet prej rrymës. Për njerë janë të hurta, të mëdha, nuk janë të papërballueshme. Me do pensioni që shikon kemi let të lata, s'mundet. Nuk mundet. Kjo pensioni i pleqnisë është 120 euro. Këto as dhe gjysë të vijves nuk mundin. Veçto kush kanë atje pepermintat edhe do të më kthye edhe se tjetër s'mon merr më shumë. Shtrejt. Ngritja e çmimeve ka marrë një havë, domethënë të pazakont, sidomos në Kosovë, po megjithëse është një ngritje e çmimeve edhe në rajon, kështu edhe në Evropë, por këtu tani si po duket po shkon jashtë mase. Po produktet ushqimore megjithëse ato janë të përditshme dhe konsumatori e vren xhepin në blerjen e produkteve ushqimore mas shumti, përndryshe me këto gjëra tjera mund të orientohet edhe në çmime të lira edhe në të shtrejta. Po asesi, sidomos pensionistat, shembull për bëj pensionisti para 4 vjete me pensionin e 90 eurove ka ble bukën 30 cent, tash e blen 60, po flitet bëhet 80, kjo është e papërballueshme. Jo, çmimet janë të papërballueshme për shumicën e popullatës. Tash është frikë me hynë për markete se çdo ditë ke çmime të reja. Edhe çdo ditë po flasim për 10%, po flasim për 20+% për secilin artikull të domosdoshëm jetësor. Jo të luksit, po të domosdoshëm mjekësor. E kësi ushqimor. Buka për shembull tash prej 50 dhe 60, ajo është 20%. Çmimet janë rryma plus, do të thonë me rrymë çdo çmim rritës edhe prodhimi varet prej rrymës. Është ai zinxhiri prodhuesi secili send rrit vlerën e kostos. Edhe rruga e kërkas janë të ardhunat kërka, fatikisht nuk e di, nuk kam koment. Sa produkte e vrej